Fati dhe Doha takohen rastësisht në mbrëmje dhe fillojnë të kujtojnë momentet kur kanë qenë bashkë si çift dhe kohën kur Doha u largua nga shtëpia e tij. Atmosfera që në fillim është e qetë dhe e mbushur me nostalgji, madje ata qeshin së bashku, duke kujtuar kujtimet e tyre të dikurshme. Por Doha nuk harron plagën e vjetër të tradhtisë së fatit dhe i kujton atij se ajo është ende e gjallë në kujtesën e saj. Ajo i thot me seriozitet se fal Zotit, Giray nuk është si ti, duke theksuar se partneri saj aktual e dashuron dhe e respekton, ndryshe nga Fati. Ky moment e le Fatin pa fjalë, i përballur me pasojat e veprimeve të tij. Fati, duke buzëqeshur me ironi, nuk e merr seriozisht pretendimin e Dohës për lumturinë me Girayin. Ai thot se e njeh mirë dhe nuk e beson që ajo është vërtet e lumtur. Sipas tij, ajo po gënjen veten dhe të tjerët, ashtu si ai nuk e fsheh që nuk e pëlqen as pak praninë e Gorkemit në jetën e tij. KVÇ i rrëfen Somezit se gjatë darkës ku kishte shkuar rastësisht u përball me Omerin. Ajo i tregon se ishte një moment i papritur dhe i tensionuar, sidomos për shkak të historisë së tyre të kaluar. KVÇ shton se ndonse u mundua të ruante qetësim, ndjeu që praninë e Omerit nuk mund ta injoronte lehtë, pasi ai vazhdon të ndikojë emocionalisht tek ajo më shumë se sa dëshiron ta pranojë. Somez e dëgjon me vëmendje, duke ndihmuar të qartësojë ndjenjat e saj. Doha kthehet në shtëpi dhe nuk e gjen Girayin në dhomën e tyre. E shqetësuar, ajo pyet Hevesin nëse e ka parë. Heves, duke kuptuar tensionin në zërin e Dohës, e pyet nëse ka ndodhur ndonjë problem mes tyre. Doha, disi e mërzitur, i rrëfen se patën një debat të vogël. Heves, për ta qetësuar, i thot të mos qetësohet dhe se ndoshta Girayi ka dalë për të marrë ajër ose për të reflektuar. Ajo e këshillon Dohën të rrijë qetë dhe t'i jap pak hapësirë. Fati kthehet në shtëpi dhe aty e pret Pembe, e cila nuk humbet kohë për t'i kërkuar llogari pse nuk erdhën së bashku me Gorkemin. Fati, disi i lodhur nga situata, i shpjegon se nuk mund ta shohë më Gorkemin me të njëjtin sy pas tradhëtisë me xhaxhain e tij Omerin. Ai thot se ka humbur besimin dhe nuk është gati të fillojë nga e para. Pembe, megjithatë, përpiqet ta qetësojë dhe e këshillon të reflektojë më thellë. Ajo i thot se ndonjëherë falja është mënyra për të mbrojtur të ardhmen e vet, dhe se një divorc i dytë mund të jetë shumë i rëndë për te. Ajo përpiqet t'i jap zemër, duke i kujtuar se edhe gabimet e mëdha mund të kapërcejen nëse ka ende dashuri. Girayi, duke ndjerë ftohtësinë e krijuar mes tyre, përpiqet në mënyrën e tij të jetë më i ngrohtë me Dohën. Ai shpjegon me butësi se Xhemrea është ende shumë e vogël dhe se për shkak të angazhimeve të shumta që kanë, nuk është momenti i duhur për të pasur një fëmijë të dytë. Këto fjalë qetësojnë Dohën, e cila e kupton perspektivën e tij dhe ndjen përkujdesjen pas justifikimit të tij. Çifti pajtohet dhe përqafohen në shenjë paqeje dhe mirëkuptimi. Gorkem nuk dorëzohet lehtë dhe i lutet Fatit që të mos flejë më në dhoma të ndara, por të jenë bashkë si më parë. Fati, i qetë por i vendosur, i thot se pas lindjes së fëmijës mund ta shohin sërish situatën, por për momentin nuk dëshiron të ndryshojë këtë vendim. Ndërkohë Nursema vazhdon ta injorojë Gorkemin plotësisht, duke e bërë atmosferën më të tensionuar, e lënduar dhe e fyer. Gorkem përshpërit me vete se do të bëhet çmos që ta largojë Nurseman nga shtëpia, duke planifikuar hapat e radhës për ta realizuar qëllimin e saj. Omeri, i shqetësuar nga kërcënimi i tërthort i Xhemalit gjatë përballjes së fundit, nis të hetojë më shumë rreth të kaluarës dhe jetës së tij, për të hedhur dritë mbi karakterin dhe qëllimet e vërteta të tij. Meri, e shqetësuar për shëndetin e vajzës së vogël për shkak të virozave, i shpjegon Abdullait se nuk mund ta nxjerrë jashtë shtëpisë për momentin. Ajo i propozon që tezja e saj dhe KVÇ-mi të vinë vetë në shtëpi për të parë vajzën. Abdullai e mirë kupton plotësisht dhe aprovon kërkesën, duke i siguruar se nuk do të ketë asnjë problem me Pembe, pasi do ta sqarojë vetë situatën me të. Meri e ndjer në siklet dhe e shqetësuar se mund të shkaktojë ndonjë pakënaqësi, përballet vetë me Pembe. Me ton të qetë dhe të kujdesshëm, ajo i shpjegon se tezja e saj Somez dëshiron të vijë të takojë vajzën e vogël në shtëpi. Fillimisht e rezervuar, Pembe më pas zbutet dhe e pranon kërkesën, duke i thënë se Somez mund të vijë pa problem. Duke qenë një influencë me humor dhe kreativitet,
Ezgi vendos t'i bëjë një prank të dashurit të saj Mehtanit. Fillimisht, Mehtan tronditet nga situata dhe duke t'i hutuar, por shumë shpejt e kupton që bëhet fjalë për një lojë. Ai e përmbys situatën duke e kthyer momentin në një skenë të këndshme, plot të qeshura dhe përqafime. Fati i turbulluar nga takimi papritur me Doan nuk arrin ta largojë atë nga mendja. I shtyr nga një ndjenjë brendshme, ai vendos ta telefonoj. Me një ton të kujdesshëm e pyet si është dhe nëse gjithçka është në rregull. Doa pak e stepur i përgjigjet se është mirë dhe se debatin me Girajin e ka zgjidhur. Ajo nxiton t'i theksoj që takimi i tyre të mos keqkuptohet, duke u përpjekur të ruajë një distancë emocionale, edhe pse në sytë e të dyve mbetet një peshë e pazgjidhur nga e kaluara. Gorkem, gjithnjë e më shumë e irrituar nga prezenca e Nursemas në shtëpi, i shkon me një ide të pazakont vëllait të saj. Ajo i thot hapur që të përpiqet të afrohet me Nurseman dhe madje të mendoj për martesë me ta. Vëllai i habitur dhe i duket një ide qesharake, i thot se nuk e pëlqen fare Nurseman dhe nuk sheh asgjë të përbashkët mes tyre. Gorkem e vendosur i shpjegon se synimi nuk është dashuria, por fakti që nëse ajo martohet me te, do të largohet nga shtëpia, dhe ky është qëllimi i saj i vërtet. Somes shkon në shtëpinë e pembes, e emocionuar dhe paksa e tronditur nga kujtimet që i rikthehen për vajzën e saj Alevin. Atmosfera është e mbushur me ndjeshmëri, por edhe me mirë kuptim. Pembe e pret me ngrohtësi dhe me respekt, duke i ofruar një mirëseardhje të sinqertë. Edhe antarët e tjerë të familjes tregohen të sjellshëm dhe të kujdesshëm ndaj saj. Mehtan dhe Fati përpiqen të rikthejnë afrimitetin mes tyre, duke lënë pas incidentet dhe keqkuptimet e fundit që i kanë larguar. Në një bisedë të sinqertë, Mehtan i rrëfen Fatit për lidhjen e tij të re. Fati e dëgjon me mirë kuptim dhe e përgëzon për hapin e marrë, duke treguar pjekuri dhe gatishmëri për të ruajtur një marrëdhënie të shëndetshme mes tyre si vëllezër. Këvëllçam merr një vizitë të papritur nga një vajzë e re, e cila po përgatit një libër që tregon histori shumë të dhimbshme të jetës së saj. Ajo rrëfen për dashurinë e thellë ndaj burrit të saj, për vuajtjet që kaloi nga ai dhe për refuzimin e nënës së saj që nuk e pranonte atë pas kësaj periudhe të vështirë. Këvëllçam e dëgjon me vëmendje dhe i premton se do ta lexojë me kujdes librin, si dhe do të bëjë gjithçka të mundur për ta ndihmuar vajzën në këtë rrugtim të vështirë dhe për të dhënë mbështetjen e duhur. Gruaja që shkaktoi aksidentin telefonon Mustafajin dhe i tregon se ndodhet në një situatë të vështirë, sepse vajza e saj është e sëmurë. Mustafa i gatshëm për ta ndihmuar, i thot se do të vijë personalisht në shtëpinë e saj për ta mbështetur. Më pas gruaja telefonon Gorkemin dhe e informon për vizitën e Mustafait, duke e vënë në dieni për ndihmën që do t'i jepet.